qoftë në son pyetje jeta, mos hezitoni asnjë minutë, përgjigjuni kësaj fteshe, sikur se ju thonë misionet sigurisë Kosovës, që mos hezitoni përgjigjuni misionet sigurisë të Amerikës. Çështja e jetës pra është shumë lehtë e shpjegueshme, ata kanë shpëtuar shumë jetë vendit tonë, nga cilat pastaj janë krijuar jetë tjera. Lidhja jonë me Amerikën vërtet është lidhje gjaku. Se ata kanë shpëtuar shumë gjak tonë, shumë jetë, shumë njerëz. U derdhë gjatë luftës, u vrajshin njerëz, u plagojshin, ju dini si kanë shkuar luftimet, po mos ishte ndihma e tyre, vërtet ne e kemë bërë atë pjesën tonë si shqiptarë dhe na nuk e fshehim, po jemi krenar që e kemë bërë, si UÇK, ama po mos ishte ndihma e tyre, do të kishim shumë vështirësi, po edhe pas luftës, nuk ka qenë e thjeshtë se këto që kanë ndodhur pas luftës. Po thoni, gjatë gjithë kohës ju keni qenë në kontakt me ta dhe jeni koordinuar ose keni marrë sugjerime ose keni informuar? Jam gjatë gjithë kohës në komunikim me Nishanët e Sigurisë të Amerikës. Edhe sot e kësaj dite? Nuk e kam, e konsideroj një për ndereve më të mëdha në jetë për mu, të jem komunikim me Nishanët e Sigurisë që kanë shpëtuar popullin tim, vendin tim, të atij populli që kanë shpëtuar popullin tim, në mënyrë që edhe sot unë besoj edhe gjithnjë në të ardhmen, do të na mbrojnë, do të na ruajnë, do të jenë me ne. Është e nevojshme se bota është e ndame në dy botra, s'paktën këtu ku jetojmë ne, në botën tonë, lirive, demokracive, e cila na shpëtoi ne, bota e prime prej Amerikës me NATO-n, edhe në botën që si takon në këtë rashqevi ynë, po që është pala armike endës që kemi mrini marrëveshjet me fill paqe me Shërbinë e Njohën, edhe që pastaj vazhdon me Rusia me tjerë, ne kemi nevojë për Nishanët e Sigurisë të Amerikës. Shkurtimisht, se përmendi vetëm emrin tuaj, pra ka dhe lider tjerë, po flasim për Thaçin, ka qenë Kadri Veseli, ka tash mos të hyjnë hak, por ka dhe komandant të angazhuar në luftë, në hierarki, politikan, por vetëm ju veçoj, Zoti Rubin, dhe Zoti Rubin vlerësohet të ketë pasur informatat se ka qenë fytyra e Departamentit Amerikan të shtetit, pra politikës e jashtme amerikane. Nëse dikush diçka që ka ndodhur atër, do duhet ta dinte Zoti James Rubin. Këtu në Kosovë ka njerë, ku i takoj bashkëftarët e mi, a vënë me thot me thirë ja komandantja general, se të tjera kryetare, kryeministre, në rregull, po çashtu po na pëlqen. Adi se janë mësuar njerëz. Tani unë kom pas një prirje për një partneritet më të fokusuar me Nishanët e Sigurisë, pra të Amerikës, ndoshta se udhëheqës i tjerë politik për shkak të vetë mënyrës jetës. Unë në luftë kam qenë aktiv, kam bërë edhe luftari, unë kam luftuar realisht, nuk kam qenë veç udhëheqës i luftës, dijet e mirëfilli edhe nuk ka rast beteje që s'kom qenë aty ku ka qenë ushtari im, edhe në shumë herë edhe për para dhe me ta edhe nuk jam të reki pari për jashaj. Barabart me ushtarë. Amerikanëve këta, kjo ja u ka lecu pak, komunikimin me mu që duke po ata natyrën time, si ushtar, luftar, si njeri drejt, nështë ajo si politikan i mirë, për ata thash se edhe bashkëpunëtorët e mi ka shmendojnë politikanin më të mirë, se më të suksesshëm. Po në çështjet e tilla, ata e kanë identifikuar mu me siguri një njeri kredibil, besueshëm. Edhe një patriot, se shiqaj që do në vendin e vetë, s'mund me konë me kimir me dikan. A kam pasur informatën kur keni ardhur në Glloxhan në vitin 98, se po vini për të mos dalë më... Jo, po thëmë që atëherë keni hyrë në Kosovë dhe s'keni dalë më, si që thatë edhe vetë. Po, nuk i kanë ditë gjitha proceset me kohë edhe ma heret para asaj kohë. Shiqoni këto komunikimet jënë konë diçka e zakonshme, diçka normale, janë identifikuar njerëz shumë herët, kanë pas komunikim, intereshime. Unë para se më ardhë në Kosovë, kemë full disa herë, jem konë shumë i pasionum në atët marciale, atët luftarake, luftën që thëmë na me dur thatë, ose me vegla tjera. Këmë bëhë disa stërvitjet sigurisë, emni me siguri ka depërtu, aty këtu dikun në për ato radarët e atyre të sigurisë, inteligencave. Ata ju kanë kontaktuar ju me siguri e shohen dikon që ka primi, ose esdi ka komunikimin me këteje, kontaktet e mënyrën e jetës, se i shohen ata për shembull. Ta shu e deni une me 6 maj 97, është pra Luani. Pra e ngjarje, ku ngjarje e madhe që ka ndodhur në kufi. Kjo ngjarja beteja, kur vra Luani, në atë kohë si kosharja ma vonë.
për vitin 97, 2 vjetë më vonë më rritëm ne me Thykovin, po me gjatë e ne aty janë përdorë, e të mund ka pash, është konë përballje bukur e nivelit me ushtrinë e Jugoslavisë, e u vra Lohani, u plagu Rafeti e këto. Pa unë jam rujt në Shqipëri, nuk jam identifiku mjaftu, jam rujt shumë, pra profilin e kam rujt shumë kujdeshëm. Pra atë që me thonë, kujdeshin që mos me ekspozu pa nevoj, edhe t'ju thëmë drejten për ata shpesh që i kritikoj këta që po shkojnë në veri po bojnë foto, Cveklen e këtë Krasniqin e këta. Temat e sigurisht nuk janë showbiz. Temat e është gabim që po shkojnë po bëjnë foto. I obligohesh, heshtjes, profesionale, edhe dejna dyja. Po komentojnë proceset zgjedhore tash. Po, nuk funksionon ashtu pesha. Palët e sigurisht, partnerët e sigurisht nuk ta aprovojnë ashtu. Ata s'kanë që me hesht ata dy? Jo, une, për shembull, me qëvitë të marrë me vete çështje që janë, që po së të tilonë këtë tjetë. Po, ato mbeshin veprat, se dikush i ka kryu, ka ndo bombardime. Ka gjërat që s'do t'i tregoni kur, po thoni. Po, s'kam drejtun, ata po, si kur zoti Rubin tash, mos me pa fola ai, une s'kisha guxu me fola ashtu, dhe s'guxoj realisht, është ofendimi marrëdhënies në këtë rast. Nëse s'do të flisë të zoti Rubin, as ju sot s'do t'na tregoni to që po na tregoni. Për shkak kësaj, se ndryshe nuk bëhet ashtu. Edhe kuptohet që marrëdhëniet e sigurisë nuk janë marrëdhënie për zërë, për publik, për showbiz, se publik janë edhe armisht. Nuk bëhen ato punë kështu që po ndojnë, që po i shohim disa kështu me nxitim me njerë. Në sigurisë, bën me lakmu me marë meritën me njerë. Le të ndohë vepra, le të mbetet popullit tanë, ose le të ndohë rezultati, pas mund është ti me dalë me foto. Ju e dini, une nuk kam dhe shumë foto ashtë në luftë, të që kësh. Ashtë video, ashtë shumë pak gjonë për mu të gjatë kohë është luftës. Të na ka qenë ndalu me mbajtë materialin që i gjush.